kësaj arsyetimit që sa t'ju Paloka, edhe për mënyrën se si ka reaguar personi i pandehur, sepse zonjës Balluku është e pandehur për veprimet që ka kryer si ministre, ajo është dhe zëvendës kryeministre. Spaku nuk donte të arrestonte, donte vetëm të largohej nga detyra, pra të mos ishte në zyrë, dhe pastaj u detyrua të kaloj në këtë mas tjetër. Zonja Balluku as nuk dha dorëheqje, dhe as nuk ka dalë as një moment në publik të thot versionin e saj të gjërave. Ne në të kaluarën kemi parë gjithmonë që nga Sajmir Tahiri deri te Ametaj kanë dalë emisione televizive, kanë folur pa pushim se si është versioni i tyre i gjërave, pavarësisht sa i besueshëm ose i pabesueshëm. Këtëherë kemi një heshtje totale nga zonja Balluku në lidhje me publikun, them, as një shpjegim, as një gjë. Kjo nuk ka nevojë të japi shpjegim askush, vetë sjellja vërteton pra edhe atë që thash pak më parë. Në rastin konkret, faji është i padiskutueshëm. Janë volume me përgjime ku këta kanë folur lirshëm, sepse e mban mend edhe në rastet e skandaleve tjera që janë diskutuar, gjithmonë ka pasur një pyetje me një pikë çuditëse mbrapa, ore, këta që vjedhin ka qapur, si ka mundësi që vjedhin ka qapur, pse nuk kanë frikë? Kjo pyetja ka qenë gjithmonë, në vite, në 13 vite që Rama është në pushtet. Si ka mundësi që këta kanë kaq guxim, vjedhin ka qapur, sepse faktet janë evidente, çfarë kanë këta që nuk kanë frikë? Dhe ka qenë ajo. Ideja që duke pasur në kontroll drejtësinë, dhe jo vetëm drejtësinë, po edhe ata që kontrollonin drejtësinë nga matan oqeanit, sepse ishte e lidhur gjithçka. Andaj dije reformën drejtësie dim në kush e bëri dhe kush e kontrollonte këtu dhe andej. Pra kjo ishte siguria që këta kishin dhe as nuk shqetësoheshin, as t'i fshinin vjedhjet, as të flisnin telefon hapur, nuk e di, unë edhe këto hajdut të xhepave, po flasë për nivelin më të ulët. Ruan, po, i fshin mesazhet. Edhe ata kur flasin telefon, ruan që mos thonë në i gjë, se s'po flasë për nivellet tjera kriminelësh, po edhe hajdut të xhepave, këta nuk ruheshin fare, sepse këta ishin bindur që kur nuk do kapeshin, dhe po edhe po të kapeshin, drejtësinë e kishin dorë. Kjo i ka bërë pra që t'jen kaq arrogant në sjelljen e tyre dhe në vjedhje. Tash ka ardhur momenti që gjërat kanë ndryshuar andej, si është shprehja që është bërë e modës në kohët e fundit. Ka ardhur sherifi i ri në qytet. Edhe me sa duket kjo i ka gjetur edhe pa përgatitur, se gjithë këto materiale nuk janë materiale as të para 6 muaj se para një viti. Janë në vite që janë pra faktet që janë ndedhur janë në disa viteve të fundit. Dhe faktet janë nuk ka, vetëm aq sa ne kemi parë, sa ka rrjedhur nga dosjet në media, nuk ka kush diskutoj gjë. Pra, që dalin të justifikohen, se dalin ke pyetja, që dali Belinda të justifikohet, jo po unë i kam thënë këtë fjalë, po nuk mendoja këtë, po mendoja atë, të gjej justifikime, si që ka bërë, si që i përmond edhe ti, dikur Sajmir Tahiri, apo tjetri, nuk mundet. Faktet janë kokëforta. Tu, nuk di tash me këta krahasoj, nuk mund ta krahasoj më Shqipërinë me asnjë vend normal, në çdo vend tjetër, jo në Europë, nuk e di ku të thash me këta krahasoj, minimale do ishte që të kisha dhënë dorëheqje kjo zonja. Por pikërisht fakti që ajo e di që në momentin që jep dorëheqje shkon basekurave, i ka vënë detyrim Ramës që ta mbrojë deri në fund. Këta e din që mbyllja e heqja e imunitetit është burg. Rama thjesht po mendohet ose po sheh rrethanat për të kuptuar është burg vetëm për Belindën apo nesër do të thot burg edhe për të. Kjo e bën Ramën mendohet, kurse Belinda nuk ka që mendohet, nuk ka që të dalit sjaroj, gjërat janë shumë qarta. Ajo i ka kërkuar Ramës mbrojtje deri në fund. Ishte prap mbrëm, siç e treguan mediat deri vonë në zyrën e Ramës. Për çfarë? Qofse do ishte e pafajshme, po e marrin këtë rast që thash
as nuk diskutohet, sepse kanë dalë provat, pra tashme janë publike, që do ishte pavarësisht minimumit të thonë u po jap dorëheqjen, vazhdoj le të ndjekit drejtësia si njeri të lirë, domethënë si njeri pa pozicion politik. Fakti që këtë nuk e bën. Nuk flet dhe i kërkon mbrojtje politike parlamentit, Ramës dhe atyre që Rama ka ushtar në parlament, e mbyll çështjen është apo jo e fajshme Belinda Balluku. Ajo thjesht kërkon të shpëtoj, duke mbrojtur imunitetin me numrat që Rama e tha në fjalën e tij, kemi 83 mandate. Pra, këto mandate duket që ndryshe nga çka deklaruar, për kjo nuk është ndonjë gjë e re për Ramën, ai çfarë thot mëngjes nuk e ka për borxh, thotë bardh në mëngjes, thotë zezë darkë, nuk ka ndonjë problem, por ndryshe nga çka deklaruar ai dhe të tjerët, se kujtoj dhe ish kryetarin e grupit parlamentar socialist Çuçin që tha ne e kemi të vendosur, e kemi parimore që nëse vjen një kërkesë për heqje imuniteti, kushdo qoftë ai, i majt apo i djathtë qoftë deputeti, ne pra parimisht ne dorëzojmë me njëherë imunitetin. Kjo nuk po ndodh dhe nuk do të ndodhi me rastin e Belindës, pikërisht pra që mos bien përsëritje, sepse faji në këtë rast nuk diskutohet nga askush dhe po kërkohet mbrojtje me mandatet e deputetëve në parlament për të shpëtuar nga burgu i sigurt Belindën, Lindën, Mirlindën dhe ata që kontrollon gjithë to lindat, edhe lindat e tjera rreth rrotullit. Mirë, kjo i mbetet mazhorancës apo jo? Nëse mazhoranca vendos ta mbajë këtë kosto